përjashton konventën e gjuhëve rajonale të Këshillit të Evropës, e cila nuk është ratifikuar nga Vendimi. Të gjitha të tjera janë pjesë e legjislacionit. Dhe zëri ynë të shkojë më i fuqishëm në institucionet ndërkombëtare. Por që zëri ynë të realizojë insistuam për vitet e tëra, bashkëpunuam me faktorin ndërkombëtar. Ishim të hapur në mënyrë të përsëritur. Ju drejtova ministrit përkatës, kryeministrit në parlament, thërisni përfaqësuesit e shoqatave të minoritetit. Shtrini dorën e bashkëpunimit. Nuk vjen e keqja nga dialogu, nuk vjen e keqja nga komunikimi, nuk vjen e keqja nga respektimi i standardeve për të drejtat e pjesëtarëve të minoritetit. Vesh i shurdhur në të gjitha rastet. Dhe arritëm në një regjistrim i cili jo vetëm që nuk zgjidhi problemet që ekzistonin në lidhje me të drejtat e pjesëtarëve të minoriteteve, po krijoi edhe problemet e reja. Çfarë ndodh me shtetin ton? Nga gjitha anët bubullon patriotizëm, nacionalizëm, të gjitha aktorët e shoqërisë shqiptare, pozit, opozit, janë në një garë kush e kush të jetë më nacionalist, pa parë realitetin e shoqërisë shqiptare, duke përdorur të gjithë mjetet si të minimizojnë numrin dhe të drejtat e minoriteteve në Shqipëri. Kjo u demonstrua qartë në regjistrimin e fundit të popullsisë, kur ne reaguam për padrejtësinë që na ishte bërë me nenin 20 të ligjit për censusit, ku do penalizoheshin të gjithë ata minoritarë që do jepnin dëshmi të rem. Të nderuar pjesëmarrës, cila është dëshmia e reme? Këtë pyetje sa herë drejtonim, por nuk morëm asnjë përgjigje nga organet kompetente të regjistrimit, por përgjigjen na jepnin Aleanca Kuqezi dhe Partia PDI-u, duke në treguar regjistrat e gjendjes civile. Në qoftë se aty nuk ishim të regjistruar të tillë, atëre do kishte gjoba. Pretendimi ynë ishte se në ato regjistra nuk janë regjistruar të gjithë përfaqësuesit e minoriteteve, por vetëm një numër i vogël, dhe ka minoritete që nuk janë njohur dhe nuk janë hedhur fare në regjistrat e gjendjes civile. Atëre ç'ndodhi? Jo vetëm që nuk u morën parasysh kërkesat tona, po tani kohët e fundit morëm edhe njoftimin se Kombësia është shfuqizuar nga gjendja civile. Na qenë ka jashtë kushtetuese. Kur ndërkohë kërkonim të kishin të drejtën e Kombësisë dhe të deklarimit të përkatësisë etnike në regjistrat e gjendjes civile edhe përfaqësuesit e pakiceve që jetojnë jashtë zonave të njohura si minoritar nga sistemi i mëparshëm komunist. Si ka mundësi për sistemin komunist, Kombësia ishte e ligjshme dhe ishte e shënuar në letër njoftimet e atërshme. Sot në kohën e demokracisë na qenë ka e paligjshme. Do të thënë, politika dhe shoqëria shqiptare akoma nuk na shikon dhe nuk na trajton si pjesë e tyre, si pasuri e shoqërisë shqiptare, por akoma ka stereotipe, ka një frikë që as vetë nuk e kuptojnë. Pra nuk është e keqja e Shqipërisë në qoftë se numri i minoriteteve tregohet aq sa është, ose minoritetet do të kenë të gjithë të drejtat e tyre sipas standardeve ndërkombëtare. Përkundrazi, do jetë diçka pozitive, diçka më e mirë, sepse secili qytetar do ndihet i lirë dhe do të zhvillohet më mirë ashtu siç është. Kështu do të japë edhe një zhvillim më të mirë shoqërisë shqiptare dhe shtetit shqiptar në tërësi. Deklarimit që kishte të bënte me përkatësinë e shtetësit, e shtetësve tyri në përdorim
është jo shqiptar, binin ndesh parimit të vetë deklarimit garantuar nga Kuvendit të Kombëtarë e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare, ku Shqipëria është palë. Kështu, as i stati, as edhe qeveria nuk e gjetën të domosdoshme të pranojnë asnjë kërkesë të minoriteteve, gjë që çojnë në thirrje për bojkot nga ana e përfaqësuesit të minoriteteve, sepse shihet që procesi i regjistrimit të fuqisë nuk përkushte standardet evropiane. Standarde këto që përkushen nga vendet ballkanike, si Maqedonia, Serbia, Kroacia e Mali të Zi, të cilët po këtë vit zhvilluan proces të ngjashëm regjistrimit, që në ditët e para dola në shesh probleme dhe tentimi për falsifikim të regjistrimit. Në zonat Gorë dhe Golubër, regjistruesit kanë pasur